Por në momentin që ato fillojnë edhe çedojnë, në momentin që ato thyej, në momentin që ato agrovojnë për të sulmuar komisariate, apo për të sulmuar forcat policisë, apo mjetet të saj, pa dyshim që janë veprime të cilët janë absolutisht të dënueshme dhe precipitimi i këtyre situatave zbedhe rolin e protestës. Ne kemi ndjekur dje dhe protestën e djeshme dhe nuk ishte mëse normale, pasi unë që thash dhe rithem sërish që fillimisht ka qenë protesta shumë paqësore, protesta të cilët kishin një gjithë përfshirje me fëmijë, me vajza, me djem, me familjar, por të kalosh dje pranë turmës, arkivolin para kryeministrisë, imagjino çfarë ndjesie ka ai fëmia që ka ardhur bashkë me babajnë apo me të jemën, apo të tjerë të cilët e kanë parë në televizion. Ne jemi familjar dhe rastet të tilla kanë secili nëpër familjet e tyre dhe janë çastet më të sikletshme, janë çastet të cilët ndjehet edhe një farë mërzie, një farë gjëje e cila krijon një farë mënyre edhe zhbërjen e protestës. Nuk mundesh të bësh presion me arkivol, me vrasje, pasi kjo sjell në vëmendje, po të kthehemi pak në kohën retrospektiv, sjell ato ngjarjet e hershme të vitit 98, 97, kur sulmoheshin komisariatet, kur rendin e merrin në dorë forca të cilët ishin të pa denja, forca të errta, apo të sjellësh arkivolin si sollën për Azem Hajdarin pranë kryeministrisë. Pra janë çaste të cilët nuk i bëjnë mirë edhe Shqipërisë, nuk i bëjnë mirë edhe vendit. Apo të thuash në këto protesta që tradhtari më i madh që ka Edi Rama, po si mund të jetë Edi Rama tradhtari më i madh, kur sot leadershipi i tij si kryeministri i Shqipërisë ka bërë që çdo shqiptar që ndodhet jashtë të jetë krenar. Ne i mbajmë mend shumë mirë vajtjen e kryeministrit të Shqipërisë, i cili i pari që në formimin e shtetit shqiptar vajti në mes të Beogradit dhe i tha atë që se kishte thënë askush, që Shqipëria dhe Kosova është shteti i pavarur. Kush tjetër e kishte thënë? Si mund të themi ne që e ka tradhtar Edi Rama kur vete dhe drejton në mënyrë krenarie drejtimin e një seance në organizatën e Kombeve të Bashkuara, apo mënyra se si qaset dhe si pritet sot leadershipi kryeministrit shqiptar në gjitha kancelaritë europiane, apo mënyra se si janë qasur dhe si janë hapur dhe po mbyllen një nga një të gjitha grup kapitujt për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Mend caktuar të cilët janë pjesë në këto protesta, bëjnë atë që ta zhbëjnë dhe ta humbasin bukurinë e protestës. Po, por çështjen e krenarisë për çdo, më themi, qytetar shqiptar që jetojnë jashtë, besoj shumë protestues që kanë ardhur për të protestuar ditën e djeshme nuk ta pranojnë. Shiko, ju e thati çik edhe në sinkronin që paraqitet që kanë ardhur diaspora. Normalisht nuk është, kanë ardhur disa përfaqësues të diasporës, pasi ka përfaqësues të tjerë të cilët punojnë dhe aspirojnë mënyrën dhe qenien e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Normalisht qenia atyre për një kohë të gjatë në emigrim ka bërë që ato të jenë qytetarë europian. Do me thënë ta shikojnë edhe ndrimin e pushtetit në mënyrë të rregullt, në mënyrë paqësore,